Sa po e lexova, Monika, fjalin që ma tregoj tani, të asaj dosis ku është 200.000 euro, mi sjell 200.000, jo 200.000. Po, 200.000. Dhe me thonë, kjo është model i perfekt i linqimit. Qaq dim nga fjalit, edhe aq dim për se si ndërtohet linqimi, ose një rrëfim për korupcion. Por kjo vlen vetëm deri në gjykat. Si prokurori do ta mbron këtë fjali? Nuk e mbron. Unë nuk e di, dhe nëse fjalit janë të gjitha këto, dhe nuk ka diçka në fakte, atëherë kemi na probleme serioze me Spakun. Une, ti e din, personalisht e kam përkra Spakun gati 4 vite. Gjithë e kemi përkrau. Po une kam dalë specifikisht... Unë kam që gjitha të faqe për incineratorët. Jo, specifikisht kam dalë në përkraje ti për arsye se e di se çfarë do të thotë ndërtimi i frigës te njerëzit të cilët janë të pandëshkueshëm. Ajo që mu, Monika, po më bën përshtypje është që të gjitha çështjet që ti përmende, që ju një gjatë janë kryesisht për shkak se ti e lehtë në komunikim dhe mënyrën se si i thu gjërat. Mu ajo që tjetra gjë që po më bën përshtypje është, unë kur s'kisha besu që Ilir Meda vendos shenja ose mesazhe në çfarë do komunikimi dhe nivel tillë, sidomos kur është për shifra lekësh ose për shifra gjëra. Unë as nuk e besoj fare atë. Jashtë zakonisht i kujdesur. Ai mesazh unë në këndvështrimin tim, ai atë se ka dërguar Ilir Meta fare herë. Por mu mund të jetë me kompjuter. Po s'ka lidhje, nuk duhet se kjo është. Po nuk duhet ty hyj fare asaj historie se. Po sta beson këto kush? Ilir Meta nuk ditë sapo të ishishe ujë. Po sta beson kush? Ti që e njeh, ju që e njihni. Pse vetëm Ilir Meta? Po edhe ti pse e di ti, sa kushton ti? Ti e di se. Asnjëri nga ish kryeministët nuk e di nëse. Jo, as ish dash ta di. Po njëherë Saliu. Monik, sa ke faj? Në hapat e para, një sekondë. Hajde. Që sa interesante. Saliu në fillimin, kur ishte president, edhe do t'i paguaj, unë tha vrapoj për të paguar një nëzori 2.000 lekë. 2.000 lekë, ajo bënte 18.000 lekë të vëllina. Bënte lekë ajo, po pse kush e dini, vetëm Casa Angjeli i ka ditur këto. Ka pas ditlindje ndje. Po, ishe ti, ndjem duket, Jo, ditlindje vërtet. Ditlindje e vërtet. Jo, që bënim një atere, Kishte vetëm me burram duket. Shumë bëri vetëm. Gra kishte sa Kishte gra? Gra sa dojmë. Ka pas ditlindje, par djem duket, par dje, ha? Ishte ditlindje mirë. Te këto të vërteta s'ta kaftuar do jetë. Jo, nuk kufton këtë vërteta. Megjithatë natë që doli burri më i mirë. Sa ke faj, Monika, në këtë narracionin perceptiv? Unë? Se unë po, se nuk kam, se fakti që ti Pranon je Monika fajin tonë tani. Unë pranoj gjitha. Doni unë e kam për fajin, se doni u pranoj. Po vetëm ka një gjë baba. Unë e ti njemi gjatë. Po patjetër, dhe ti më njeh më shumë mirë si karakter. Unë e të një, ndoshta se di. Po thuaj mos kete në një faj, se po i thej, e ke fajin ti, ajo s'ta pranon o Jo, e pranoj unë, ma unë e kam fajin. Jo, pëse unë e di, Unë e pranoj, unë e kam fajin. Unë e vetë kam pas polemika me Monikën. Unë kisha 2 rrugë. Po pse s'vetë tuan s'pak ti, unë kam fajin. E kam thënë mo. Po, edhe sot ja thash, zonja gjyqtare thash. Nuk ka që të flasë avokati zotit Meta, se kjo dosje ka të bëj vetëm me mua, 90% e dosjes është me mua. Unë jam marrë me shkollim në fëmijëve, unë jam marrë me të gjitha gjërat, unë edhe për lobimin, unë e kam sjell GSI-sën ma. Unë e kam prezentu. Edhe i kam prezentu në Amerikë. Vetëm pak se të flasim për ty pak, sonde. S'ka lidhje fare. Kur të vi puna për Burg, ti u futke. Po pse mos futën Burg? E kërkuar vetë, Monika. Ajo, çështja e shtëpisë. Po shtin nga viti 2000. Nga të paktën njerëz që kanë mbaruar që s'ka frikë. Ti e din fushatën nga ajo shtëpi e kemi. O, Monika. Po s'të lë ky. Jo. Te shtëpia vjetër, ku keni qenë atëherë. Ke dogana. Unë jam vetë musafirja asaj shtëpie, që në fillim. Dhe unë jam dëshmitar që kur keni folë në vitin 2002-2003 për shitjen e asaj shtëpisë edhe me bën ndërtesa, bilat herat s'ka pas asë rrugë, mezi hynëm në atë shtëpi. Që për tjetuar atje ka qenë katastrofë. S'kam fjalë. Për ata që se din. Sot kur është ndërtesa aty ka qenë një katastrofë për të shkuar edhe për të biseduar për çështjet që bisedonim atëherë. Por megjithatë, unë po të them një gjë, nga që ju një të dyve, ajo ekspresiviteti i jot, që gjithmonë do të t'ju zgjedhësh njerëzve punë,
gjitha ata musafir që i ke prit në Ky është shtëpi. gabimi im. Gjitha ata njerëz që ju ke ofru, ata do të flisnin ndisim, Monika. Nuk foli Ndoshta asnjë kjo baton, është- përkundra. Kjo është Qefën. Kjo, ajo që më dhim se të muj lirit e kjo pjesë, që ti ja ke kriju narracionin e percepcionit, ja ke dhonë mundësin e percepcionit, mendoj që fajsia është e ti. Po tash s'kem që bëhet, tash si do të ambrosh ti këtë percepcion që e ke kriju do Baton, në qofë se unë është shkelje ligjit që ti të zbatosh... Bajton, po mbrojtja është në rëndësit. Dakord, në qofë se shkelje ligjit që ti të sigurosh jetën e 2000 minatorëve në Bulqiz, le po shkojmë burg. Por, që kur është minatuar ai ligj, që ne themi në Bulqiz nuk vritet më njeri. Se para se t'ishte ky ligji u vriteshin çdo javë nga 2 veta. Por, ka një problem, që politika jonë dhe media tona kanë memorje shumë të shkurtër, kanë memorje peshku, dhe harrojnë histori si u vriteshin Bulqiz, sa minator vriteshin, sa vdisnin. Ka ditë çdo javë kishe nga 2-3 minator të varrosur për zgjallin në për galeritë e Bulqizës. Larg Bulqiza nga Tirana. Mi pra, po dakord, mi pra, unë, tani pëse unë kam miratuar... Është punë memori, është punë orientimi. Mi pra, po unë, që pëse unë kam bërë gabim, që kam shpëtuar... Dakord, në që pëse unë kam bërë gabim, që kam shpëtuar, kam krijuar një projekt ligj, po themi, apo kam dhe mundësin për garancin e sigurimit jetës të këtyre minatorëve, le të shkojmë burg. Në që pëse unë kam luftuar që mos të kishte telefonia celular, kur ti merje nga njëri ta kishte çmimin e telefonit më të lirë, pra mos ta kishen 100.000 lek, po ta kishe 10.000 lek, sa që kishin gjithë të tjerët, edhe në qofë se kjo është shkelje ligji, pra në qofë se kjo mundësi që kam bërru, kjo gjë që kam bërru që ata pretendojnë, ka shku këtë xhepi shqiptarëve, po që shqiptarët nuk e kuptojnë, është i të gjë, unë kam bërë për veten time. Tani unë fëmijëve të mi, asgjë mos u merrni përsipër njeriut. Përkundrazi, kush t'ju flasi, faleminderit, mirdita, nuk di gjë. Tani do të them edhe një gjë tjetër që kemi parasysh. Unë e marr përsipër përgjegjësitë e mia çfarë kam bërë. Kam bërë gabim? Po. Kam bërë gabim sepse Batoni ma ka thënë që ti je klienteliste. Dhe ma ka thënë që në 2013, kemi qenë në Lezhë, ti je klienteliste, sepse dëgjoj aty kur unë ju thash banorëve, nëse ju më votoni mua, unë ju sjell transformatorin juve këtu. Dhe vërtet, ata më votuan dhe unë ja çova transformatorin. Dhe më tha ti je klienteliste. Pse? Thashun, por unë që jam politikane dhe deputete, nëse unë nuk bëj rrugën e ati që më voton, nuk bëj spitalin e ati që më voton, se duhet më votosh ti më mua? Apo jo, është klienteliste. Po është klienteliste, sepse ti nuk ke sistem, zotri. Po të kesh sistem, ti të dali për zot shteti, normal që nuk do bëj. Sot më thojnë muaj qytetarët, ke cili deputet shkojnë dhe trokasin. Kush deputet ju mbaron punë? Tani, a kam gabime unë? Po pa tjetër që kam gabime. E kupton publiku, ta tha diçka botë. Të të them dhe një gjë tjetër. Sot, kur je në këtë situatë, pra që jetë procesi, jetë detyrimi për paraqitje, me që jam aty e shoh se kush vjen,